Gjatë ekzaminimit të mostrave të ndryshme, faktori kohë dhe ekzaminimi i patogjenëve të ndryshëm na jep mundësinë që të jemi sakt, korrekt dhe të veprojmë sa më shpejt në interpretimin dhe shërimin e pacientit. Vlerat janë të disponueshme nga prodhuesi, më e madhe se 50 është pozitive, ndër vlerën 50 është negative. Rasti jonë e kemi pacientin me 26 vlerë, që do të thotë e kemi me rezultat negativ. Nuk ka infeksion me Helicobacter pylori. Prej momentit marrjes mostrës, përpunimit, analizimit mostrës edhe deri te finalizimi janë një hallkë zinxhirore që po të shkëputet një hallkë apo të qalon në njëra nga këto, atëherë nuk do të kemi një rezultat të saktë.